Nisemi nga kremastia për në periferi të ishullit të Rodosit, ku ende atmosfera e festave të fundvitit është e gjallë. Janë fëmijët ata që i përjetojnë më shumë këto ditë festive, me ritualet e këngëve në familje dhe në lokale. Që të kalosh në lindje të ishullit për gjatë bregut detit e Gje, rruga kalon nga aerodromi i Rodosit, nga më të mëdhenjtë e ishujve të Mesdheut, ku në veçanti në muajt e verës fluksi i madh i turistëve që pushojnë në Rodos bën që çdo ditë të fluturojnë qindra avion. Në muajt e dimrit natyrisht fluturimet janë minimale, sepse hyjnë dhe dalin shumë pak njerëz në ishull. Pasi lëm mbrapa aerodromin e Rodosit, hyjmë në fshatin e Paradisit, përmes rrugës kryesore që ndan në dy pjesë fshatin e vjetër dhe të ri, me ndërtesa 3-4 katëshe, të vjetra dhe të reja. Emri Paradisi i fshatit ka mbetur nga bukuria dhe pozicioni gjeografik, më afër qytetit antik të Rodosit, ku pushonin më të pasurit e qytetit në kohët antike. Paradisi i njohur si vend pelegrinazhi edhe në ditët e sotme. Në festa të tilla grumbullohen pelegrin në krye të fshatit dhe vizitojnë ambientin e ndërtuar në faqen e kodrave me imitime të lashtësisë, me rastin e 6 janarit, ditës së pagëzimit të Jezu Krishtit në Jeruzalem. Vizitorët shohin me kureshtje jetën në Jeruzalemin e dikurshëm, një traditë kjo e grekëve ortodoks që kanë përkushtim dhe kuriozitetin për të mësuar realitetin e 2000 viteve të shkuara. Ardiana nga Fieri që ka ardhur këtu me familjen e saj, jep shpjegime për çfarë ka mësuar në këtë vizitë. Këtu është improvizuar Jerusalemi, Vitlemi, vendi ku ka lindur Jezu Krishti. Këtu të gjitha me radhë është fshati në atë kohë, jeta në atë kohë, siç jetonin njerëzit më përpara, punët bujësore që bënin, dhe atje fëmijët tregojnë lidhjen e Krishtit. Është Maria me Josifin, Engjëj, dhe të gjithë të tjerë që ndihmuan në lidhjen e Krishtit. Krishti është karrocën e vogël, ai fëmia i vogël tregon Krishtin. Kushtet në të cilat lindi Krishti. Të gjitha këto janë improvizuar siç jetonin njerëzit në atë kohë. 2000 vjet shkuara. 2000 vjet shkuara. Këtu kemi gratë siç punonin në duhan, duke mbjellur duhan, me qetë që lëronin tokën atëherë, me kuaj, me gomar, mbledhja e ullinjve, shumë bukur ullinj që mblidhen atje me kosha, ata mullinjt me erë, edhe lumi Jordan që kalojnë me mjelmat.
Një ambient me pak dritë, ku njerëzit shohin me kuriozitet jetën në fshat dhe në qytetin e hershëm të Jeruzalemit, ndërthurjen e kulturave, lëvizjen e njerëzve dhe popullimin e hershëm, begatit krijuara nga dora e njeriut në kushtet e mungesës së industrializimit, plantacione të mbjella ullinj dhe prodhime bujqësore, punime artizanale dhe punë të krahut, zhvillimi i blegtorisë, i kafshëve të punës, derrave e tjera, pazari në hyjet fshatit, ku tregtohen prodhime bujqësore si dhe mallra artizanale të prodhuara nga dora e njerëzve, lëvizjet me karroca dhe kuaj, urat lidhse mbi lumin Jordan e tjera. Me pak fjalë, do shpjegoj Diana për gjithçka që shpalosej në punën artistike të realizuar nga mjeshtrit grek, historian, piktor, arkeolog dhe arkitekt. Një punë e bukur e realizuar në një kohë rekord prej 3-4 muajsh, me shumë delikatesë dhe paraqitje artistike. Në rrugën për në Dhimatria, një fshat i vendosur në ulësirën e kremasisë rrez kodrave të buta, u takuam me Abdyl Zoton, nga Tepelena. Shumë vite më parë ishte takuar me Abdylin dhe sot më propozoi të udhëtonim një copë rrugë për të parë dhe për të biseduar. Rruga fushore e drejtë në dy anët mbushur me ullinj dhe hapësira të blerta, me barin e njom që në Rodos jeshilon edhe në stilin e dimrit, sepse në këtë ishull, që ndryshe grekët e quajnë ishullin e diellit, gjelbrimi është gjithvjetor. Të bën përshtypje fakti që ndërtimet janë të përqendruara dhe jashtë qendrave të banimit toka nuk betonizohet siç ndodh në vendin tonë, që krahas ndërtimit të rrugëve, shqiptarët nxitojnë të pushtojnë tokat me mure dhe betone. Në Dhimatria Abdyli do të shkonte për të blerë gjelin e vitit të ri, sepse sipas tij, këtu gjeli i detit është më i shijshëm për shkak të ushqimit dhe kulloptës në natyrë. Një peizazh i bukur fshati. Larg qendrës banuar ishte ndërtuar kompleksi i stallave të Polarisë. Në hyrje, një ambient i këndshëm, me mure guri dhe gjelbrim të ndërtuara nga emigrantët shqiptarë. Aty pranë në anë të rrugës, dyqani ku shiste një grua produktet e mishit. Me sa morën vesh, kjo ishte edhe pronare e kompleksit të shpendeve, ku rriteshin gjera deti dhe pula fushe. Είναι νόστιμη. Είναι θηλυκιά κιόλας, είναι μαλακή. Janë të buta thotë dhe e kanë nostim. Γαλοπούλες βάζουμε μόνο 500, 250 μέχρι 500 κάθε χρόνο, 500 κάθε Ιούλιο. Kemi shumë vite që rritim pula fushe dhe pak gjeladeti. Ndër vite kemi rritur dhe tregtuar mbi 20.000 krer pula dhe 4-500 krer gjeladeti. Prodhimet tona i shesim në qytetin e Rodosit dhe shumë pak këtu. Pulat e rritim me ushqime të mira të prodhuara këtu në fshat dhe janë të shijshme. Ndërsa gjelin e detit e ushqejmë me misëm si dhe me kullot natyrale. Siç e shihni, ne tregtojmë edhe sallam, që nuk e përgatisim vetë. Por në punishte speciale sallami në Rodos, ne prodhojmë mishin dhe e çojmë në fabrikën e sallamit. Pyete se si ecën biznesin kushtet e krizës në Greqi. Maria do të shpjegojë se ka shumë rënje. Diku kishim shumë emigrant të punësuar, ndërsa tani punoj vetëm unë me burrin si dhe fëmijët e mi. Biznesin e mbajmë vetë dhe të ardhurat kanë rënje të theksuara. Ne aktualisht furnizojmë qytetin e Rodosit vetëm ditën e diel, sepse nuk mund të shesim çdo ditë. Për shkak se ka rënje në blerje, njerëzit tani shpenzojnë më pak. Pasi morëm gjelin e detit, u kthyem përsëri nga rruga që erdhëm, përmes qendrës së fshatit Dhimatria, mes hapësirave të veshura me ullinj. Sa afrohemi në paradis,
Abdylli u ndal për të treguar diçka rreth ritualit të festave të Krishtlindjeve në Greqi, si dhe zhvillimit të bujqësisë në këto fshatra, ku kanë punuar shumë emigrantë në kultivimin e perimeve, ullinjve e tjera. Janë fshatra të pastura dhe këtu prodhohet çdo gjë, tregon Abdulli. Këtu jemi në një fshat të Paradis quhet. Këtu është vendi që ulen avion. Këta merren me bujqësi, merren me sera, kanë portokallë, limona, ullinj, kanë hotele, ikin në hotele, punojnë. Sot është dita që janë dita e Krishtlindjeve. Shumë për këtyre kanë ndaluar punën, po rrinë. Edhe neve, po si shqiptar që jemi këtu, fillojmë tani të gjejmë gjel deti ku ka magazin, vajtëm një magazin tani, marrëm gjela deti që ka 5000 copë që i rrit. Çfarë fshati është aty? Ai quhet një fshat Dhamatria. I morëm atje, tani do të çojmë në shtëpi, përgatitim edhe nesër, përgatitim edhe këta për vitin e ri. Është fshat i mirë, janë njerëz që punojnë, punëtorë të mëdhenj, në hallin e tyre, edhe ne na kanë respektuar, edhe ne i respektojmë. 10 kilometra. Është aerodromi që përfundon gati 15 kilometra që ulen avion, do avion me që vinë me shumë njerëz, me 600-700 vetë avioni. Dhe kemi edhe një aerodrom tjetër që është aerodromi ushtarak. Është aerodromi ndihmave të shpejta, kur as lufte, është përdoret ai është i futur si një shumë i fshehur. Këto Ky është për turizmin. Është avion, është aerodromi për turizmin. Vin nga të gjitha anët e botës. Atë që është dita e Krishtlindjeve, i thon grekët, është dita feste e madhe e Krishtit. Edhe këta fëmijë bredhin në shpira këndojnë, magazinat kanë hara, magazinerë që shesin, atë dyqanet përsëri, edhe u hej u hedhin na 10, na 5 euro, na 2 euro, na 3 euro, është një gëzim i madh edhe për atë që jep, edhe për atë që këndon këngën. Është festë shumë e madhe për këta. Është dita e Krishtlindjeve. fëmijët shqiptar dalin shumë Dalin në këto. fëmijë shqiptari respektojnë një lloj si grekët e shqiptarët në një ashtu, nuk i ndaj. Janë bashkë, kjo festë e kemi të përbashkët. Këtu neve bashkë me këta. Edhe është shumë gëzim i madh. Sot është një ditë para festës kryesore, njerëzit bredhin dhe nesër është festa kryesore e Kristos, që ka lindur. Ka lindur Ka Krishti. lindur Krishti 24. Si organizojnë këtë festë? Me këngë, me valle, duke ngrenë, duke pirë, pjekin. Njerëzit një stevin këto ditë nuk hanë mish, nesër fillojnë që të hanë mish. Datë 24. Këtu para kësaj feste rrinë njerëzit që një stevin, mbajnë peris, nuk hanë mish. Dhe ditën që vjen ditë e madhe, pastaj lëshojnë hanë mish, të gjithë, e humbin atë, si të kanë një besim të sot. Në rrugën për Krenasti, Abdylli më prezantoi një ideal nga Greshica, që unë nuk e njihje. Luftar Zenelin, që ka lindur në Greshicë dhe ka shumë vite në emigracion, në Itali dhe Greqi. Nga jetë ideali? Malakastra, Malakastra, çfarë fshati? nga Greshica, Greshica. Po. Si ke emrin? luftar. Sa kohë ke këtu luftar që punon? Këtu ja 3-4 vjetë po bëj. Në Rodos. Kam qenë kret, kam 12 vjetë kret. Kam nga marrë dhe tu kam ca njerëz të mi, edhe erdha këtu në Rodos. A, erdhe... Tani punon Me pushim, me punoj këtu. familjarisht. Familjarisht, me familje. E tashi në këtë kohë krize si çfarë bëni, si veproni? Qa të bëjmë si gjithë bota dhe ne, Ushqeni pak na po hani rezervat që keni po pak sa krijuar. për të ushqyer, sa për të ushqyer, punojmë sa për ushqim. Po. Aktualisht punon gruaja apo Po, punon gruaja, punë të përhershme. si çfarë mendon për të kthyer? Mendoni të ktheheni në Shqipëri apo do të vazhdoni kështu në emigrim? Tani, Si e keni planifikuar jetën tuaj? tani thonë një llafi, guri i ren në vend vet. Ne po edhe andej, pa punësie madhe kemi dëgjuar, Sigur nuk peshon shumë edhe ndaj, ë? pa punësie madhe kemi dëgjuar edhe andeja, pavarësisht isha dhe vet para ca kohe, pash, nuk më pëlqeu me thënë drejtën. Në Greqi çfarë njerëzish ke? Kam prindrit, ata kanë vetëm, të gjithë janë lidur, vetëm prind kanë. Shkoj shpesh, Një herë, dy herë, një herë në vit, dy herë në vit. po thuaj se 2 herë në vit kanë shkuar në Shqipëri. Kemi me qenë lejt atje, Me kë jetojnë prindrit? vetë. Vetëm. Vetëm.
Është rrimshme pak apo. Po çfarë i bëjmë kështu e solli koha. Me çfarë ushqen atje po i çonë juve? Me çfarë ushqen ata presion e tyre, ndihmojmë ne gjekteja se vetë nuk munden. Me çmimet që thonë ata atje, me presionet që majnë atje, nuk e dalin dot. Ndihmojmë ne këta që kemi mundësi edhe. Ke vëllezër dhe motra të tjerë? Po, jemi 8 Sa fëmijë. 8 fëmijë. 8, 5 vëllezër e 3 motra. Kështu që ti bie pak pjesë. Po. Pak nga pak të Nga pak të gjithë ndihmojnë plejt, janë mirë, që zot janë mirë, nuk vuajnë. Mi luftar të uroj ti jesh mirë. Rofsha ju, faleminderit shumë. Më pas luftari më propozoi të udhtojmë me makinën e tij në copë rrugë, në tingujt e këngës labe. Polifonia labe që ai e quajnë më të mirën në botë. Dhe ashtu është. Polifonia është unikale në botë. Një harmonizim zërash, pas një veglë muzikore që të bën për vete. Mund shqiptar ti e mban makinë, ëh? Po. Nuk ke probleme nga grekët se ata se kanë qef. Këta janë që raciste, si themi neve. Po. S'ka që mban mua problemi, me kam brenda në makinë, nuk e nxjerr jashtë makinës. Makina është shtëpi. Dhe me sa duket i pëlqen këngët lapçe? Po. Këngë mallakastriote. Këngë lapçe. Në mallakastriote të shoqen në zoti. Këngët labe janë më të mira të botë. Nuk ka këngë më të mira. Ajo na pëlqejnë, janë këngë të fisit. Kur u kthyem kremasti, Angelo po këndonte këngën e Krishtlindjeve, që shoqëronin me një instrument karakteristik, dy tela që përplaseshin me njëri tjetrin dhe që lëshonin tinguj dhe që zëvendësonin instrumentin muzikor. Ndërsa në kanalin grek televiziv, Anavisi e ftuar elektrizon studion e televizionit grek me zërin e saj brillant, shumë të bukur.
Abdul Zoto është në ata migrant me një kalvar të gjatë udhëtimesh. Nga qesarati i Tevelenës ka ikur në Greqi në vitet 90. Ai aktualisht ka 5 vajza, 4 nga të cilat të lindura në emigracion. Një familje e madhe që i ka rezistuar jetës në emigracion me shumë sakrificë. Edhe pse në kushte të tilla, Abdulli me bashkëshortën e tij, Teftën, me shumë kursime, kanë nisur të ndërtojnë një shtëpi në një fshat 20 km larg nga Rodosi, që quhet Soroni. Diçka e veçantë ishte kjo, për një familje me shumë fëmijë dhe që punojnë vetëm 2 bashkëshortët. Së bashku me Abdullin dhe Teftën u udhëtuan për në fshatin Soroni, atje ku kanë nisur shtëpinë e tyre të vogël. Në hyrje të fshatit, më propozoi Abdulli për të kujtuar diçka nga viti i parë, kur ka ardhur nga Tepelena për në Rodos. Kam punuar në këtë tec, tregon Abdulli, që ndërtoi nga francezët 20 vite të shkuara. Kam punuar në lartësinë 120 metra. Natë dhe ditë, 3-4 orë mund të pushoja dhe paguesha mirë. Ky është termocentrali i Rodos. Këtu kam ardhur në vitet 93. Bashkë me vëllezërit e mi, kemi ikur me shumë kilometra që u erdhëm në këtë vend edhe punuam me shumë vështirësi. Kemi marrë këtu 2.000-3.000 euro për 8 orë. Kemi punuar 24 orë pa ndalim. Ky termocentral është bërë në vitin 97, është bërë një pjesë e këtija. Kemi ikur në një lartësi 120 metra. Ishte shumë e vështirë lart, duhet të lëvizte 50 pond që të bënte lëvkundje, se ndryshe mund të kputesh. Këtë termocentrale ka ndërtuar Galia, Franca. Sa kohë punohet këtu? Këtu punova 3 vjet. Dhe të gjitha lekët që i morëm këtu, i lam te piramida në Vlorë. Aty ka punuar me këtë vështirësi shumë të madhe. Për të rritur fëmijët në Anagji i erdha këtu. Dhe tani akoma po vështirësohet më shumë. Më pas u udhëtuan përmes fshatit. Ky është i fshat pothuaj i mboshatisur, tregon Abdulli. Vendasit kanë emigruar në Gjermani, Australi e tjera. Më pas ndalon makinën dhe zbret së bashku me Teftën. Erdha sot këtu me gjithë gruan time. Shikojmë se dhe unë kam ndërtuar një shtëpi këtu në këtë fshat. Është fshat i mirë, më pëlqen, është fshat i qetë. Kam ndërtuar katin e parë, do vazhdoj të bëj edhe katin e dytë, po tani me këtë krizi që ka vazhduar, ndalova punimin. Jam i kënaqur në këtë vend, është vend i pasur, njerëzit janë me kulturë, edhe më vazhdoj të punoj. Iki përpara, si gjithë këta që po punoj. Po si nisi? Shtëpinë këtu e bëra me sakurisë të madhe, siç të thashëm para, punova në DI, kam bërë 2-3 punë që kam punuar, jam dalë te. Jam një familjar me 5 fëmijë. Vajzët i kam shkollë lartë për listimi, tjetra më vazhdojnë gjimnazi, tjetra vazhdojnë liqo. Duke parë që kjo shtëpia tani, duke në kaluar kaq vite këtu, thashë të ndërtoj edhe unë një shtëpi si gjithë të tjerë. Të bëj një jetë normale, jo se të tjetë në një jetë të pasur, po të bëj një jetë zakonshme. Gjithë tjerë po, jo gjithë emigranë ndërtojnë shtëpi apo jo? Unë kam bërë sakrificë më shumë nga gjithë të tjerë. Kam kursyer, i kam rritur fëmijë me shumë vështirësi, i kam vënë shkolla, gjimnaze, liqo, po të punoj akoma. Jam i detyruar të punoj. Por duke menduar se në Shqipëri gjendja nuk është rregulluar akoma, më vjen shumë keq. Ne presim që Shqipëria të rregullohet dhe akoma nuk rregullohet. Unë jam nga Greshica, burr nga Tepelena. Me sakrificë të madhe kemi ardhur gjë në 90-ën këtu. Po punojmë, të rritim fëmijët, kemi 5 fëmijë. E lehtë nuk është, e vështirë për neve, sepse me shumë fëmijë, me punë që punojmë, arritëm dhe ndërtuam një shtëpi të vogël. Që ta kemi Është sakrificë e madhe Tefta. sakrificë e madhe për neve, se në vendin e huaj të rritësh 5 fëmijë me Çfarë shkolla? në Shqipëri me liqe, me shkolla, me Paralistimi, të tërë, me të ngreme, të pirme, të veshur. po që një shpejt popullore, sa që ke kemë që të i organi, atë kisha mundësi. I kam bërë me sakrificë ato. Shpiteri këtu kam arritur katën e parë. Vazhdoj të bëj Pa katën e kredi, pa punojmë, ndërtojmë. Vetëm na pak e na pak. Sa kemi mundësi. Sa do ham, sa do lem, sa do mbyllim. Edhe duke vazhduar se edhe fëmijët po vënë në shkollë, sa do vazhdojnë shkollën e lartë, sa vënë në liqo. Të vazhdojnë unë e kam marrë një kalivje të vogël, 53 metra katror, e kam marrë 15.000 euro. Kjo ishte rësuar këto, ishte buzë, ferra, driza, e mora e përpoqja me fordoti. I markova, dhe voda bazën poshtë, mbi 3.000-4.000 euro, kam mërë vetëm 100 euro. Edhe greku duke i bush shmendja se këto bëri shtëpi. Kam edhe 40 metra kub beton poshtë edhe alfadia, metrar, të lidu, 8 ton euro.
Të gjitha të shpika me dhe nesër për të beton. Kush e shikon që ditën. Betoni janë, nuk janë. Sa e bleve fillimisht? Sa e bleve? Euro 50.000 euro në vendi vetë. Që hojka dhe euro, që mund të renë, pa qatri, pa shpjesë. Vetë kam mërkine këto punë. I hojka dhe euro kam dhe 5.000 euro dhe në vetë në kompetiru. Pasaj një dojnë hoda me zonë, hoda zigaturë, ne do kam mërë në 2 sëpara, e kam mërë të lidhura kolona në fund, e kam verifikuar për 3-4 këte. Po grepo nuk dojnë të vazhdojnë të i shumë, se zilet. Edhe mund të vazhdojnë vasha, deri sa të arritës. Se ka që jam mundësit e mija. Po si të lanë punoj deri kaq? I kam verë përthoj se me natën grisha e punoj isha, në 5 mëngjesit. Edhe ikja, punoj 2 orë dhe ikja vija pranë. Të si kanë rregull këta? Regulli këta duhet pagua që ikat, të gjitha forin, pagosh në esma. E nëse e bën natën nuk të thonë gjë? Jo, kam punuar ditët e djela, ku ka qenë qëtësi, njerëzit nuk ma shërbija në sy. Tani po të vazhdojmë natë, Po të vazhdojnë natë, kërkojnë në adje. do të nxjerr lej për të... 5.000 euro, 7.000 euro. Do mundojnë që të nxjerr adje prapë për lartë. Për kaq sa ke bërë, je i ligjshëm këtu? Ne, Jo, jam i lishëm, për këtë kam bërë jam i lishëm. Se ishe shpije në tjetër, dhe ndërtova vetë. Po shpija nuk jere, unë hoda poshmi, se nuk më bate ka tjetë. Në bëra këtë të mbaj 3 katë. E tani që pa gregu kështu zileps? Në greku shikon më qmenë. ai që e kemi blerë një herë, A i kemë bërë i thashtë pse e dha? Pse e dha? Unë bëmë i shmenë greku që ma dha. Se nuk besonte që ju mund të... Se në katin e dy të dalësh natë tani, do Dalë shikosh që në katën e dytë, mund shikosh 3 për euro. fshatin. Unë gjitëm në katin e dytë. Gjitoni ti grek me një qënë të bukur prapa, Stavroa. U prezentua dhe nisi të tregoj për familjen shqiptare, Zoto. Pjesë po yrtha do e ftesa. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Έτσι. Ego me gjitonë. Είχε πάρα πολλά Kam shumë respekt për Andrean, sepse kështu është e emrin Abdyli në Greqi. Janë njerëz të mirë dhe të sakrificës. Ishte shumë problem ngritja e kësaj shtëpie. Këto sakrifica në grekt i kemi bërë 30 vite të shkuara. Andrea është i jashtëzakonshëm. Pa mbaruar mirë fjalët, Stavroa na ftoi në shtëpinë e tij, ngjitur me muret që kishte ndërtuar Abdyli. Ποιοι ήμασταν. Καταλαβες. Preferuam të qëndronim në balkon, për nga dukeshin plëm të dorës, fshati dhe deti i kaltët. Stavroa bashkëtonte me Dhespinën, një grua sapo kthyer nga Gjermania dhe Belgjika, ku kishte emigruar familjarisht 50 vite të shkuara. Dhespina është larguar 6 vjeçe nga Greqia, me gjithë vëllezër dhe motra. Ati kishte punuar servitore për më shumë se 35 vite, me shumë mall ishte kthyer në vendlindje në Greqi. Dy i gjiton që kam unë, më kanë respektuar shumë, edhe më kanë ndihmuar, çfarë halli kam pasur, më kanë ndihmuar jashtë mase. Se po thuaj se këto shtëpi unë i kam bërë me sort të madh, se nuk bëheshin këtë vend këtu. Ishte shumë i vështirë terreni. Edhe këta më kanë ndihmuar, më kanë dhënë fjalë më të mira. Janë vandali këta këtu? Ja vendalin, vitin, kronja këtu, Soronik. Soroni. Τους συμπαθώ πάρα πολύ γιατί είναι πολύ προκομμένα παιδιά. Ναι. Είναι δουλευταράδες πρώτα απ' όλα. Και όταν ο άνθρωπος είναι δουλευταράς... Kemi një familje shqiptare shumë të mirë, Είναι εργατική. njerëz korrekt dhe shumë të sjellshëm. Είναι καλοί άνθρωποι. Πολύ εργατική. Πολύ καλοί άνθρωποι. Πολύ εργατική. Καλοί γειτόνοι, καλοί άνθρωποι. Έχουμε πολύ λίγο τουρισμό εδώ κοντά. Γιατί? Γιατί οι παραλίες δεν Andrea ato që flet i realizon. Është shumë punëtor dhe i palodhur. Εδώ έχουμε Dhe ne ndihemi mirë kur kemi gjiton që janë njerëz të mirë. Έχουμε Për ne nuk ka rëndësi nga vinë, nga cili shtet apo rac janë. Rëndësi ka që janë njerëz të mirë, sepse çdo vend në botë ka njerëz të mirë dhe të këqij, qofshin grek, shqiptar apo amerikan. Duke folur për fshatin e tij, Stavroa tregon: Soronia është fshat i bukur, por njerëzit e larguar sot jetojnë këtu më pak se 2000 banor. Shumë janë larguar dhe shumë shtëpi janë boshatisur. Unë kam punuar gjithmonë me turist, i pres në aerodrom apo në port dhe i shoqëroj në vende turistike të bukura, i sistemoj në hotele. Njoh disa gjuhë të huaja, si italisht, spanjisht, anglisht. Nuk kam qenë asnjë në emigracion. Pyetjes nëse keni përfitimi nga turistët, Stavroa do t'i përgjigjej. Εγώ δουλεύω με τον τουρισμό, είμαι ξεναγός. Έχουμε πολύ λίγο τουρισμό εδώ κοντά. Γιατί? Γιατί οι παραλίες δεν είναι τόσο καλές εδώ πέρα
Ενώ εδώ έχουμε Plazhi Nuk është mirë. Ναι, δεν plazhi nuk është me gur, i Është gurt. me gurt, e gurt. Po. Έχουμε πολύ καλύτερες στην άλλη πλευρά. Στην ανατολική Φαλιράκι, πλευρά της Ρόδου. Ανατολική. Στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Ξέρεις ότι Είναι full. είναι καλός ο τουρισμός που έχουμε σήμερα. Ο τουρισμός της Ρόδου αυτή τη στιγμή δεν είναι καλός. Rodozi është ishull i kërkuar, me bukuri të rralla, Është i lirë. por nuk ka shumë të ardhura, sepse pronarët e hoteleve kanë marrë shumë kredi dhe nuk paguajnë mirë punonjësit e tyre. Gjithashtu dhe turistët që vinë pushojnë me çmime të ulta, sepse konkuron Turqia për tej. Kriza që po përjeton Greqia ka vështirësuar shumë punët dhe kjo krizë është për fajt politikanëve, sepse në Greqi pasuria është në duart e 10% të njerëzve dhe këta janë pushtetar, deputet, ministra, politikanë. Pjesa tjetër është e varfër. Prandaj Greqia ka kaluar në krizë që shpresoj se nuk do të vonoj shumë. Nëse vitin që vjen Greqia nuk ndryshon, do të ketë probleme të mëdha. Πολιτικούς. Και τα ξενοδοχεία δεν μπορούν να πληρώσουν σωστά το προσωπικό. Hotelet δεν mund t'i paguajnë shumë. Οικονομικά το σύστημα αυτό δεν κυκλοφορεί καλά, δεν γυρνάει καλά. Οικονομικά δεν βγαίνει. Kjo sistema nuk Απόδειξη është ότι rregull. σήμερα στη Ρόδο, έτσι, οι ξενοδόχοι, αυτοί που έχουν ξενοδοχεία, χρωστάνε πολλά χρήματα. Ata që kanë Στον hotelet κόσμο, δεν sa πληρώνουν shumë τον κόσμο, δεν πληρώνουν nuk e paguajnë popullin. αυτούς που εργάζονται εκεί πέρα. Γιατί τα χρήματα που παίρνουν Δεν φτάνουν. είναι λίγα, δεν φτάνουν. Nuk dalin parat që merren nga turistët. Οι εταιρείες του εξωτερικού εκμεταλλεύονται την κρίση και την πίεση στα ξενοδοχεία Firmat e και rruguaja thotë κατεβάζουν τις domethënë τιμές. thotë Ότι ενώ εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο μέρος, δεν μπορούμε ne kemi një vend të mirë thotë, να το πουλήσουμε por nuk mund ta shesim thotë. σωστά. Gjaba, ta shesim pak lek. Τζάπα. Nuk mund ta shesim me pak lek thotë. Si vendi. Γιατί δεν υπήρξε ένας προγραμματισμός. Në allaqsi Ελλάδα Κοιτάξτε, για να ζήσουμε εμείς, για να ζήσουμε, që të rrojmë në του merë, χρόνου, τον άλλο χρόνο, vitin τον që άλλο, vjen, vitin që vjen, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. duhet që të Διαφορετικά θα allaqsi, πεθάνουμε. duhet që ndryshoj gjendja. Më pas Tavora na pyeti nëse duam kafe dhe u ngrit më njëherë e përgatiti vetë kafe dhe na i solli në verandën e balkonit, jashtë. Çifti grek u ndje i kënaqur në bisedën e lirë që vazhdon për më shumë se 30 minuta. Γι' αυτό εμείς που φύγαμε αλλού Ναι. και ήμασταν εμείς μετανάστες, αγαπάμε πιο πολύ τους Ne μετανάστες. që ishim refugjat nëpër botë, i duam më shumë refugjat se kemi hequr vetë këto gjëra thotë. Ne kemi hequr vetë thotë, prandaj unë dua thotë Antoni Ήμασταν κι Joana. εμείς. Έτσι που είναι τώρα τα παιδιά, ήμασταν εμείς πολλά χρόνια. Çfarë pune bëni të tjerë? Servitor εκεί. Εκεί είναι. Και εκεί Σερβιτόρα. σερβιτόρα. Σερβιτόρα και εκεί. Σερβιτόρα. Έλα, Μια τι ζωή σερβιτόρα σερβιτόρα. έχετε. Κα όχι, γιατί παντρεύτηκα μικρή και δεν μάζεψα λεφτά. A ka martuar fëmijët? Ne, është shumë afër e vogël atje. Αυτοί που μείναν εκεί, ο πατέρας μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου, ναι. Εγώ έφυγα μετά και δεν ήρθα εδώ. Γιατί εδώ γεννήθηκα. Και έζησα 6 χρόνια εδώ. Έφυγα 6 χρονών παιδάκι και θυμόμουν την Ελλάδα όπως ήταν παλιά. Και Unë i respektoj shumë emigrantët dhe i dua, sepse kam qenë vetë në emigrim. E ndjej veten me fat që jam rikthyer nga emigrimi. Këtu dua të vdes dhe Greqinë se ndroj me asnjë vend tjetër. Atje edhe mbaj amend të Greqinë. Εγώ δεν φεύγω από την Ελλάδα. Θα φάω ξερό ψωμί, αλλά θα Pëlqen më shumë μείνω στην Greqia Ελλάδα. thotë nuk ndërroj asnjë ndërron. vend të tjetër. Τίποτα, με thotë, τίποτα. me Εδώ θα πεθάνω. Greqinë. Këtu do vdes thotë. Και η κρίση θα περάσει. Μια μέρα θα τα ξεπεράσουμε όλα. Όλοι μαζί. Ekonomia Όλα thotë μαζί. do ta kalojmë me ekonominë që ka rënë thotë. Όλα μαζί. Θα τα ξεπεράσουμε. Të gjitha do t'i kalojmë. Nga balkoni na përshëndet një grua e moshuar greke. Lefteri quhet. Ajo tregon se ka punuar laborante ndihmës mjeke në spitalin e Rodosit dhe ka ardhur nga një fshat i largët që quhet Embona. Pasi shpjegoi se si festojnë Krishtlindjet në Greqi dhe çfarë gatuajnë, ajo flet me superlativa për gjitonte saj të rinj, njerëz korrekt dhe të sjellshëm. Ndërkohë nga porta trokasin fëmijë për të kryer ritualin e këngës së Krishtlindjeve. Pasi i dëgjoi, u zgjati dorën dhe i u dha disa euro, duke i thënë se
po u jepte edhe për gazetarin shqiptar që po ju respekton me kamerën e tij. Βοήθεια να έχετε το Μεγαείο Άρη. Στο σώμα και στην ψυχή έχει χαρά. Το Άγιο Πνεύμα έφυγε να πάει να μαρτυρήσει. Όπου Χριστός βαπτίστηκε σαν να το Dhe më pas Lefteria më ftoi në shtëpinë e saj, ku unë hyra me kënaqësi. Kishte në mure fotografi të vjetra dhe relike të para 100 viteve. Fotografia e nënës që jetonte në fshat me veshje karakteristike të fshatit grek, si dhe fotografitë e vegjelis të Lefterisë me motra dhe vëllezër. Αυτός είναι μπακαλιάρος, γλυκός. Μπακαλιάρος. Ναι. Γλυκός. Ναι. Σήμερα θα φάει μπακαλιάρος. Ναι. Σήμερα θα φάει μπακαλιάρος. Τρώει μαζί. Ναι. Ναι. Να φάμε μαζί. Ναι. Ευχαριστώ. Pas këtyre vizitave në fshatrat e largët Kremastis, u kthyem pas ditë e vonë, kur të gjithë greke shqiptarë festonin, piknin mish në zgarë dhe përgatitin ëmbëlsira. Ndërsa në shtëpi Tefta përgatiste baklavan e vitit të ri, sipas traditës shqiptare. Ne kështu pjekim gjithmonë. U bën festa edhe ditë të tjera. Malit, mish edhe me gëzim atje blejnë një lart, çoj këtu. Pjekim speca me liçanes. Sa pet toll me njerë? 20. Jam duke përgatitur baklavan e vitit të ri. Festojmë siç kemi tradita. Siç jemi në Shqipëri edhe këtu e festojmë, se në çdo vend që të vesh, zakonet nuk i harron. Po shkoj shumë pet këtu. Si e bën këtë ditë? Sa pet nxjerr një herësh? Një herë 20. 20 pet një herësh? 4 shtresa na 20, 80. Një bend vogla na 20 e na 20 e ndan brumin. 60 pet janë hedhur Ne janë brenda. hedhur këtu. Po këto ndahen pastaj kur piqen? Ndahen. Kjeri dhe mund. E zën me 800 gram. I bëjmë të vogla, Fillimisht të vogla. pastaj i bëjmë bashkë aty. Të 20 i hapim, pastaj Me aq pak brum bëhet peta? ne. Po. Të gëzuar për shumë vjetë. Po zvarë shumë mirë. Po si vjen? Kjo është vajzë e Miles, na Orishova. Kjo. Tani quhet e mbaruar? Mësuese pedagogik. Quhet e mbaruar Të tani? mbaruan, do t'i hedhim gjalpin, do t'a pjekim, pastaj do t'a Sa pet ka kjo baklava? 80. 80 pet. Pesë vajzat i filmuan për një moment së bashku. Kristina, Maria, Katina, Dezi dhe Evangelia e vogël. Të gjitha vajzat vazhdojnë shkollën, ndërsa Kristina do të largohej për në Australi, e ftuar nga nunaja e saj greke, që jeton në Australi, në Melbourne. Kristina do të vazhdojë fakultetin për ekonomi dhe siç morë vesh, ka mbritur atje dhe fillimisht ka filluar një punë në pritje për të bërë dokumentat për të qëndruar dhe vazhduar shkollën. I urojmë fat dhe mbarësi Kristinës, që me shumë sakrifisë është rritur mes 4 motrave dhe prindërve në Greqi. Në albumin e fotografive në shtëpinë e familjes Zoto, shohim kujtime të njerëzve të afërt, fëmijëve, vëllezër, motra, prindër e tjerë.
në Rodos. Një udhim në orët e vona në qendër të qytetit, ku shqiptar dhe grek festojnë së bashku, fëmijë dhe të rritur, me stinguve të muzikës dhe lodrave të fëmijëve. Si të lashe më stëpa